Ajo që është tragjike se nuk është I vetmi rast. Pra në viteve të fundit, fatkeqësisht në Republikën e Maqedonisë së Veriut, kemi pasur rastin e spitalit modular ku dogjen pra pacientët, kemi pasur rastin e Laskarcës ku përmbys autobusi, kemi pasur autobusin në Republikën e Bullgarisë ku u shkëmbuan domethënë udhëtarët, pra kjo është rasti I katërt që ndodh dhe mirëpo në të kaluarën pra askush nuk është përballë me drejtsinë, të gjithë askush nuk doli I fajshëm dhe kjo ka qenë një porosi e gabueshme, domethënë që ka shkuar deri tek institucionet dhe ato që janë të prirur për korrupsion, pra që të vazhdojnë me avazin e vjetër. Është hera e parë ku kemi dorëheqjet e kryetarit të Koçanit, pra të komunës së Koçanit, kemi të privuar mbi 20 vet funksionarë, ndaj 11 prej tyre ka dhe akt akuza të ngritura dhe porosia është që askush nuk është mbi ligjin dhe patjetër pra duhet të ndërprejmë këtë praktikë e cila po merr jetën e qytetarëve dhe në këtë rast sidomos të rive prej moshës 14 deri në moshën 24 vjeçare, ndërsa me qeveria përveç këtyre masave pra prej sot ka filluar kontroll detajore në gjitha klubet e natës, në gjitha diskot kabaret për të rishqyrtuar licencat e marrura, a janë marrë mbas ligjit dhe aty ku do ketë një shkelje më të vogël, pra një mos përmbushje e kushteve do mbillen pa e menduar dhe do ketë përgjegjësi. Familjarët po mbajnë protesta. Zoti Mexhiti po bën një vjet thuajse që jeni në qeveri. A mjafton që të ketë po e them një amnisti për shkak të kohës që është bërë sot, është shoqëruar në polici edhe ish ministri I ekonomisë pikërisht për këtë çështje? Pra nuk o vetëm ministri, është edhe sekretarja shtetërore që vjen nga LSDM-ja, ka dhe funksionar tjerë shqiptare Maqedonas, domethënë që ka pas përgjegjësi për këtë, janë marrë në pyetje, domethënë edhe institucionet tani dhe fjalën kryesore do ketë prokuroria dhe gjyqësia. Mirë. Po. Një vjet jeni në qeveri, pse e keni prit me ndodhë kjo tragedi për me I bo këto hetime që po flisni? Pse si keni bo ma herët pra? Nëse keni ditë ju si pas ka gjona të palitshme, pse keni prit me ndodhë tragedia për më morë? Edhe ju bashkëfajtor që një vjet keni toleru, me ndodhë kjo, se ju jeni bashkëfajtor, nuk voni me thonë ju ministrat e kaluam. Edhe ministrat e kësaj qeverie. Zotri Mexhiti tregoi që janë intervistu edhe zyrtar të kësaj. Zotri Mexhiti, unë pyet Zotri Mexhiti, pse që një vjet, pra nuk keni ndërmarrë kur gjë, tash po flitni për ministrat e para 2 vjetëve, që një vjet çka keni buju? E mbaroi pyetjen se Po e mbarova të këshyri që shpeja përgjegjen ti. Po, Zotri Mexhiti. Pyetjen, domethënë brenda këtyre 9 muajve sa është kjo qeveri, si asnjëherë më parë, domethënë ka një luftë të ashpër, zero tolerancë ndaj korrupsionit dhe janë marrë domethënë. Po leti këtu, a e keni jetuar çat vend ku ka ndodhur tragjedia? A keni shku me këshyr çat vend? Pse s'keni shku? A pyetja përgjigje po jetë? Jo, pyetja dhe përgjigje po jetë. A jeni shku me jetuar çat vend? Dardan, veç që për shkak të Skype-it e ka probleme dëgju. Për shkak të Skype-it po është problem çështu. Jo, more se keni problem ti. Zoti Mexhiti, a është hetu pikërisht ky vend? A janë hetu diskotekat apo klubet e natës që kanë funksionu pa leje për kace? Pra, domethënë brenda këtyre 9 muajve, domethënë ka një luftë ndaj korrupsionit, sepse korrupsioni nuk ka vetëm tek licencat e kazinove dhe klubeve të natës, po ne jemi marrë domethënë në gjitha fushat dhe si asnjëherë më parë pra ka një luftë ndaj korrupsionit ku po mirën domethënë zyrtar të lartë pa hezitim për dhënë porosinë se askush nuk është mbi ligjin. Ndërsa sa I përket kësaj çështje, jemi marrë domethënë dje sot këto ditë pra me aspektin humanitar, aspektin medicinal për të trajtuar se ka shumë të lënduar, domethënë edhe të tjerë, mbi 50 janë dërguar domethënë në spitalet regionale, më larg në Kroaci, Norvegji për të shpëtuar jetat e të rinjve, ndërsa paralelisht janë marrë të gjitha ato të cilët kompetenca nga e kaluara dhe tani. Dhe nuk ka këtu pardon për asnjërin që ka bërë shkelje ligjore apo që ka bërë hezitim domethënë rreth kushteve se si duhet funksionon.